Partnerët e derigjeshëm të koalicionit nga Unioni për Ardhmëri, liderët e PSD-s dhe VMRO Popullores Tito Petkovski dhe Lupço Georgievski hapën shishët e shpirtrave të kaluarës. Deklarata e liderit të PSD-s Petkovski se ata që bën luftë në vitin 2001 tani u morën vesh për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ishte mjaftueshme që ish kryeministri dhe në atë kohë kryetari VMRO DPMN-s ashpër të kthejmë arsenal akuzash adresuar deri tek Tito Petkovski, por edhe te socialdemokratët, të cilët atëherë gjatë konfliktit njësoj si edhe sot ishin në opozit. Në reagimin e tij, Georgievski konstaton se Petkovski ka ngatruar ngjarjet, njerëzit dhe kohën. Duam të përkujtojmë se gjatë krizës së vitit 2001 VMRO DPMN e atëhershme, që përveç emrit nuk ka asnjë pikë të përbashkët me të sotmen, ishte në koalicion me PD-shin. Derisa në atë kohë nga ana tjetër në terren funksiononte LSDM e atëhershme, në të cilën funksionar i lartë ishte Tito Petkovski, si dhe UÇK e atëhershme, ndërsa sot BDI, thot Georgievski. Sipas tij, më vonë është konfirmuar se qëllimi i vetëm i koalicionit të LSDM dhe BDI-s, të cilët ishin partnerët në qeveri në periudhën 2000-2006, ka qenë siç thot ai, prishje me forcë qeverisë së zgjedhur demokratike në Maqedoni. Më tej pyet në saj me shtrembërimin e fakteve dhe interpretimin e terminëve të gabuara për krizën, nga kjo distancë kohore do të fitoj pikë politike në llogaritës së vërtetës, që sipas tij është dukuri për aktivitetet e tij politike në 20 vitet e kaluara. Vlerësimet në pjesën e rretheve politike janë se Georgievski me daljen e djeshme bën atak direkt edhe mbi një pjesë të udhëheqësisë më të ngushtë të tanishme të LSDM-s, nëse merret parasysh se zëvendës kryetaria Radmila Shekeninska gjatë kohës së konfliktit ishte nënkryetare e partisë, ndërsa në qeverinë e LSDM-s dhe BDI-s, për të cilën flet Georgievski, ishte zëvendës kryeministre për integrim europiane. Sulme të këtilla të ashpra për atë se cili është fajtor për konfliktin e 2001-shit ka pasur edhe ka fundi vitit 2009. Atëherë kryeministri dhe lideri i tanishëm i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski doli me akuza të ashpra se Branko Crvenkovski është fajtori. Ato deklarata të kryeministrit u inicuan nga takimi i papritur i Crvenkovskit me Ahmetin në Reçicë të vogël në Tetov. Nga LSDM atëherë kthyen se në vitin 2001 në pushtet kanë qenë VMRO DPMN.